Ngjarje e rëndë, një 19 vjeçar ka qelluar me armëzjarri motrën e tij 25 vjeçare në Ferizaj të Kosovës. Policia rajonale e Ferizajt njofton se një 19 vjeçar në rrugën Mehdi Xhaferi ka plagosur motrën e tij 25 vjeçare dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes. Policia rajonale e Ferizajt ka pranuar një informacion për një plagosje me armëzjarri në rrugën Mehdi Xhaferi në Ferizaj. Dyshohet se personi EM, 19 vjeç, MK ka plagosur motrën e tij 25 vjeçare dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Pas një veprimi të shpejtë policori, dyshuari është lokalizuar dhe arrestuar, thuhet në njoftimin e policisë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.